Gjykata kushtetuese veç se ka nisë shqyrtimin e landëve, me sa di unë dje ose sot, unë po besoj që pas festës Bajramit, do shta shumë shpejt, ajo do të bjen një vendim se çfarë duhet ndodhë tutje. Unë e pash edhe zëra që flesnin për atë interferimin për ftesën e Zotit Kurti, që i ftoi liderët e partive politike. Unë mendoj se çdo punë që mund ta ndërmarrë Kuvendi dhe Presidenca është shkelje. Do të thotë, përndryshe ai ka të drejtë të takohet me secilin lider dhe mbas edhe të diskutojë secilin çështje, ndoshta se nëse vendimi do të kthehen edhe një herë në pikën 0, nëse mund të themi, ose në ditën e 59 në Kuvend, kur ne do të mund të zgjedhim atë ditë presidentin e vendit, atëherë i takon ndoshta Zotit Kurti që paraprakisht të flasë me secilin lider të partive që gjej një emër për president nëse nuk ka lënë emrin Ilau Konjufës. Ju po thoni që Kurti do të arrijë të shmangë zgjedhjet. Kosova nuk e ka luksin që të shkojë edhe një palë zgjedhje, qytetarët e Kosovës nuk po i duan zgjedhjet, ju e keni pa edhe reagimet vazhdimisht në të dyja. Situata politike është keq është, pra qytetarët funditës po i vet kush për çështjen e zgjedhjeve. Unë mendoj se qytetarët e Kosovës janë të uvet shumë, sepse ata mund nesër t'i bojkotojnë këtë zgjedhje ose t'i japin edhe një frymë edhe më të madhe bllokuesve të vendit. Ne kemi pas për shembull në vitin 2025, kemi pasur për sa muaj është bllokuar Kuvendi i Kosovës, tash prapë po fillojmë me bllokimin e presidencës dhe nuk mund ta referohemi vazhdimisht gjykatës kushtetuese se unë kam thënë edhe një herë gjykata 57 deputetë i ka lëvizje vendosje dhe deputyshi dhe po ja lënë fajin një grupi deputetëve gjykata kushtetuese është bani qendër tregtore ku hyn edhe dalin secili subjekt politik me nga një land se kush ka faj dhe kush e ka gabim. Po për gjykata kushtetuese ka konstatuar në 13 raste kush ka pas faj. Po, e ka konstatuar, prandaj nuk është e ndershme që sot subjektet politike të opozitës tonë se Zoti Kurti është ai që po interferon më shumë në gjykatë kushtetuese. Po kishte ai ata po thonë që e ka çulondën, kaç. Jo, kanë thënë se edhe po interferon në një farë formë në gjykatën kushtetuese. Po të interferonte ai të gjitha ato lëndë që ka kthy gjykata kushtetuese negative, ai do t'i kthente për veti. Prandaj nuk është ajo çfarë desha të them unë, mund vjen keq se si liderët e subjekteve politike të opozitës, asnjëri nga ata, as Bedri Hamza, as Ramosh Haradinaj, madje as Lumir Avdixhiku nuk e thanë asnjë fjalë vetëm për heqjen e masave që ka bërë sot Bashkimi Evropian. Prandaj secili qytetar i Kosovës do t'i gëzohet heqjen e këtyre masave, po si duket jo edhe liderët e subjekteve politike. Unë pak më herët i posh statuset e profilet e të tre liderëve, unë nuk posh se njëri nga këta liderë i ka përshëndet heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe i Kosovës.